nuk e di, për të marrë për vete, po flasë këtë aspekt. Kush i përcakton standardet për bukurinë? Janë individ, dveçantë si Kylie Jenner që tha që ndikon të gjithë, apo janë, po di, mjekt, estetistat që thënë kjo duhet jetë kështu? Varet me për çfarë individ po diskutojnë. Nëse diskutohet për shembull të pjesa e VIP-ve. Po flasim për shoqërinë tonë, mirë që e nise këto, edhe VIP-t janë shumë pak. Por ndërhyrjet janë në masë të madhe. Do me thonë, dorën zemër se cili njeri është VIP, asë është VIP po ndërhyrë. Po, ama nëse flasim për shembull për pjesën e VIP-ve, këta ma shumë ndikohen të VIP-t botror. Okej. Qka shohin të tjerë, qka shohin të Kim Kardashian, ata vinë dhe të lypin që ato produktet e njajta. Nëse flasim për shoqëri, ma shumë ndikohen prej shoqëve veta, prej shokve. Prej VIP-ve tonë? Jo, prej VIP-ve, por unë më ndikohet dhe prej një njerët shumë thjesht. Unë mendoj që dhe njerëzit që nuk jonë thjesht. Kush e bën trendin këtu të na? Kush janë ata? VIP të bojnë. VIP. Mendoj. A ma shumë pak rëndë? Ka s'po di për cilë VIP po diskutojnë. Krejt qëta VIP që i bojnë dëryt edhe që nuk i pranojnë në rrjetet sociale. Jo, ta edhe shkrejt. në për media, në për emisione. Ama media të shka bojnë, në nxjerën fotografin para 10 vitësh, para 5 vitësh, e tash e shetë që është ndryshimi madhë. Për ndërhyrje. Jo, unë personalisht, unë nuk nikon as për Kosovarës, po as për një VIP-së. Ajtë për jallom radhën bastës tani. Unë mendoj që bukurinë ta përcakton vetja, ta përcakton shoqëria edhe njerëzit që dojnë. Në këtë rast, familja. Nëse ke pyetja kjo. Nëse është fjala për shoqëri, do të thotë... Kush në familje të komenton ty, për shembull, të motra? Po si nona, baba, motra, vllau, do të thotë se cila ato e dojnë që më konë ma bukur. Ose heke, e ki bo ma shumë, ose që të dhe pak se qëto e ki ma pak. Që të na papi mund me dhonë leje, ose jo me ndërhysë. Për shambull... Po që të milja të mos bëjnë ndërhyrje. Për shambull, baftja ka të bëjnë një familje ambicioze. Ambicioze që për shambull e komplementojnë produktin e saj. Kemi të bëjmë edhe të kato fermat që kanë të bëjmë me një familje që kanë familje patriarkale. Dhe më thënë që ajo nuk u dzën as me bëni ndërhyrja. Kjo familja ambicioze e ishte risi. Jo, familja ambicioze në atë aspektin që është trend që i kupton gjanat. Jo me patriarkalitet që... Adim se, familja jem çdo herë të bëne diçka dhe i sa ti e kupton gabimin, dhe i sa nuk dhem. Dhe i sa ti njësh me pamjen tonë, do të thot me ndërhyrje estetike, atëherë bëne. Po momentin që kemi rënë pishmon, na e dim që kemi hek. Ata e din sjelljen çfarë ka baftja, e din qëndrimin çfarë ka ndaj shoqërisë. Po nuk do të thonë që gjithmonë... E din etikën e punës që ka, kështu që... Do të thonë që gjithmonë botoksi filleri ta ndryshon sjelljen ose diçka. Për ty kush i përcakton trendet? Kush është ai që e përcakton bukurinë, shoqëria apo individ caktuar? Nuk po flas në përgjithësi, po flas për veten individualisht. Unë nuk është që frymona ose nuk është që marë frymëzim. E përmendi Barbie, na e dim që modeli i Barbie është i ndjekur në gjithë botën. Gjithë duan bëhen si Barbie, me vite, me dekada. Tani rikthimi i filmit e bën edhe më shumë. Po shiqa, fama, pjesa VIP, këto gjana fytyra publike, do më thonë këto janë gjithmonë që e marrin frymëzimin pej si që tha Kim Kardashian e këto që janë fytyra botërore, do më thonë nuk ka njeri që nuk merë mësime për i të nëse diqka qoftë ndërhyrje, qoftë veshje ose diqka. Unë i qëndërja të në parimeve që unë jam unë du më frymu për vetës tame, edhe nuk kom pse me marë një kopje dikuj që e ka bon shtetet jashme, edhe pse, nashta okej, muj me marë, po deri sot nuk më ka ndodhë asë njerë. VIP tonë në Kosovë, thë me plët kuptimin e fjales, që gjithmonë e marrin frymëzimin pej fytyrave botërore. Fytyra botërore. Se duhesh me marë